Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, vazhdojmë në mësimin fragmente nga jeta e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe në mësimin e sotëm do të përmendim dy ngjarje, e cila është beslidhja e Akabes së parë dhe beslidhja e Akabes së dytë. Dhe do t'i shpjegojmë me lejen e Allahut se çfarë do të thonë këto fjalë. E thamë në mësimin e kaluar që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam shfrytëzonte rastet kur njerëzit ishin në përtregje, apo ishin në grumbullime, apo vinin për të kryer haxhin apo umrën, dhe i thirrte në Islam. Dhe kërkonte prej tyre mbrojtje dhe thoshte kush do të më mbroj që të komunikoj fenë e Zotit tim, pasi Kurejshët më kanë ndaluar ta bëj këtë gjë. Dhe deshi Allahu i madhruar që të vinin disa prej banorëve të Medinës, dhe përmendëm mësimin e kaluar dy persona nga fisi Eus. Dhe e thamë mësimin e kaluar që në Medinë banonin fisi Eus dhe fisi Khazraj, që ishin nga arabët, dhe banonin disa fise nga jehudit. Dhe kanë qenë në luftë me njëri tjetrin, në një luftë të ashpër, megjithato ishin djem xhaxhallarësh me njëri tjetrin. Dhe e thamë që jehudët, të cilët ishin në armiqësi me arabët në Medinë, u kërcënoheshin atyre dhe u thonin që ka ardhur koha që Allahu Azza wa Jalla do të dërgojë një të dërguar. Dhe shumë tekste nga tekstet që i kishin në librat e tyre ua komunikonin ata atyre, dhe arabët e Medinës i kishin dëgjuar ata më përpara. Dhe kur ja bëri Zoti, i dha Allahu sukses disa vetave nga fisi Khazraj, të cilët e pranuan Islamin, edhe ato do t'i përmendim me emër për shkak të vlerës së tyre. Normalisht e duhet përmendim me emër të gjithë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aleikum selam. Por duke qenë se nga frika se mos i urëndohet njerëzve, mundohemi t'u lehtësojmë. Por këto 6 emra të këtyre sahabëve të nderuar është e pa mundur që të mos t'i përmendim. I pari tyre quhet Esad ibn Zurara, i dyti Auf ibn al-Harith, i treti Rafi ibn Malik, Qutba ibn Amir, Uqba ibn Amir dhe Jabir ibn Abdullah. Këto 6 persona i dha Allahu sukses që të pranojnë Islamin, pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u takua me ta në një vend që quhet Akabe. Akabeja është vendi i hedhjes gurëve, ajo që quhet Xhemerat, pra Xhemerati i madh. Ato janë 3 xhemerate për personat që kanë shkuar në haxh, dhe në vendin që quhet Mina, aty janë 3 vende, quhet Xhemerati i vogël, Xhemerati mesatar dhe Xhemerati i madh, ai
quhet El Aqaba. Në këtë vend u takuan këto sahabë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë moment kujtuan fjalët që i kishin dëgjuar nga jehudët dhe thanë të shpejtojmë, të jemi ne të parët që ta pranojmë Islamin dhe të ndjekim këtë të dërguar që na kanë paralajmëruar dhe na kanë lajmëruar sa herë jehudët. Dhe u kthyen në Medinë këto të 6 sahabë të nderuar dhe i thirrën njerëzit në Islam. Dhe për sa i përket 2 personave të parë që i përmendëm mësimin e kaluar që ishin nga fisi Aus, nuk dim një informacion që ata janë kthyer në Medinë dhe kanë ftuar njerëzit në Islam. Por se këta të 6 u bën ajo bërthama e mirë e cila vajti në vendin e tyre dhe u bën shkak që edhe të tjerët të pranojnë Islamin. Prandaj vlera e këtyre 6 sahabëve të nderuar është shumë e madhe. Dhe duke qenë se pranuan Islamin, atëherë vitin që erdhi më mbrapa, pra në vitin e 11 pas dërgesës, pra vitin 11 i dërgesës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këta vinë në Medinë, vinë në Mekë, vinë nga Medina në Mekë, dhe ishin 12 burra. Këto u takuan dhe ishin 10 nga fisi Khazraj dhe 2 nga fisi Aus. Kjo tregon që filloi mes këtyre 2 fisëve, pasi kishin armiqësi të madhe me njëri tjetrin dhe ishin në luftë me njëri tjetrin, filloi të vllazërohet. Fillon këto 2 fise që ishin djem xhaxhallarësh të vllazërohen. Dhe në fillim kur erdhën që pranuan Islamin, i thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Fa in yajma'humullahu alayka fala rajulun a'azzu mink." Nëse këto 2 fise Allahu i bashkon me ty, ti do jesh njeriu më i vlefshëm tek njerëzit. Dhe ashtu ndodhi, filluan njerëzit të bashkohen dhe të vllazërohen dhe ta avash ta shuajnë flakën e armiqësisë që kishin me njëri tjetrin. Dhe vinë vitin e 11 dhe po ashtu takohen në këtë vend. Sepse ata duhet të fshiheshin edhe nga populli i tyre, nga idhujtarët, po duhet të fshiheshin edhe nga Kurejshët. Prandaj takohen në këtë vend në ditët e Teshrikut, pra në ditët e Bajramit, dhe takohen natën dhe shkojnë ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i japin besën. Kjo është beslidhja e parë e Akabes. Në vitin 11 pas dërgesës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe masi i japin besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që do të urdhrojnë për të mirë, do të ndalojnë nga e keqja, do të dëgjojnë prisin dhe do t'i binden edhe kur janë lirshëm, edhe kur janë ngushtë, dhe nuk do të i bëj, do të vazhdojnë pra në rrugën e Allahut dhe nuk do të pengohen nga qortimi i njerëzve.
do t'japin, do të shpenzojnë edhe atëherë kur janë në bollik edhe në vështirësi dhe do të mbrojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Japin besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra dhe thamë ishin 12 veta. Dhe pas kësaj kthehen përsëri në Medinë dhe fillon daveti i madh që bën këto sahabë të nderuar, duke u përhapur Islami dhe në çdo shtëpi kishte njerëz që kishin pranuar Islamin. Një nga shkaqet më të mëdha që u përhap Islami ishte se hyn 2 veta në Islam shumë me influencë. Njëri quhet Usaid ibn Hudayr dhe tjetri quhet Saad ibn Muadh. Allahu qoftë i kënaqur me këta të dy, ishin prisa në fiset e veta. Dhe gjithë fëmijët e Benu Abdul Ashhal që quhet, të gjithë e pranuan Islamin pasi hyn në Islam këto 2 burra, përveç një personi që quhet Al-Asram. Dhe emri i tij është Amr ibn Thabit ibn Waqsh. Të gjithë hyn në Islam përveç këtij personi. Edhe ky hyri në Islam kur ndodhi betejë e Uhudit, luftoi në të dhe u vra. Dhe ky person është nga ata të cilët kanë punuar pak dhe kanë fituar shumë. Pasi në momentin që hyri në Islam nuk bëri asnjë vepër të keqe dhe vetëm hyrja e tij në Islam pra e bëri që të fitoj shpërblimin e madh. Historianët Islam përmendin që në këtë kohë, pra në këtë vit, pra nga viti 11 dhe në vitin 12, duke u bazuar edhe ke hadithi që është ke Sahihu i Buhariut, hadithi Bara ibn Azib, Allahu qoftë i kënaqur për ti, që thot awwalu man qadama alejna min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair wa ibn Ummi Maktum. Të parët që na erdhën neve nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte Mus'ab ibn Umair dhe ibn Ummi Maktum. Faja'ala yaqra'anina al-Qur'an. Ata të dy na mësonin neve Kur'anin. Thumma ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'd, thumma ja'a Umar ibn Khattab wa 20 fi 20. Pastaj thot na erdhi Ammar ibn Yasi, pastaj Bilali, pastaj Sadi, pastaj erdhi Umar ibn Khattabi në 20 veta. Hadithi që tregon që ato kanë ardhur mbas beslidhjes së parë, pra këta 2 sahabë nderuar, Mus'ab ibn Umair dhe ibn Ummi Maktum, që i mësuan banorëve të Medinës Kur'anin, nuk është me zinxhir të saktë, por gjithsesi historianët e përmendin në të gjitha librat dhe thonë që këta të dy janë të parët prej sahabëve që kanë shkuar në Medinë dhe i kanë mësuar Kur'an. Dhe i pari që emigroi, siç ta merrni më vesh më mbrapa nga sahabët, është Ebu Seleme dhe gruaja e tij Ummu Seleme. Do ta përmendim më mbrapa. Personi që tham që është ka punuar pak dhe ka fituar shumë, që tham ky sahab i nderuar, shembulli i këtij është edhe një sahabi tjetër, i cili transmetohet hadithi nga Xhabir ibn Abdullah, i cili thotë dolëm me dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe kur ishim afër Medinës, një kalorës po vinte, ose jo kalorës, po quhet i hyper mbi deve, sepse
pra një person i hyrë mideve, po vinte drejt nesh. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot, sikur ky person po vjen drejt jush. Dhe ndalon dhe thot, unë jep selam atyre, dhe e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nga vjen? Thot, unë vi nga familja ime, nga fëmijët e mi dhe nga fisi im. Dhe i thot, çfarë kërkon? Thot, unë po kërkoj të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Atëherë thot, i ke rënë të, e ke gjetur. Atëherë thotoi dërguari i Allahut, më mëso mua çfarë është imani. Thot, të dëshmosh se nuk ka të adhuruar me drejt përveç Allahut, dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Të kryesh namazin, të japësh zakatin, të agjërosh Ramazanin dhe të bësh haxhin. Thot personi, e pranova, jam dakord. Dhe ndërkohë deveja e tij i futet këmba në një nga ato folete, një lloj miu shkëtëtire që quhet gjurdhan, dhe rrëzohet bashkë me të dhe i bie, domethënë nga kjo situatë, dhe pejgamberi sa thot, kapeni personin dhe shkon Amar ibn Yasir dhe Hudhaifa që i vinë në ndihmë, por personi kishte ndruar jetë. Tan kubi do rrajul, pra vdiq. Dhe pejgamberi sa u largua pak nga ky person. Dhe i thot, më pat që unë ju largova nga ky person, sepse pash dy engjëj, dy melek, që po i jepnin në gojën e tij fruta nga frutat e xhenetit. Dhe kjo më bëri të ditur se personi ka vdekur i uritur. Dhe thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, hadha min alladhina qala Allahu azza wa jall, ky person është nga ata lloj njerëzish që thot Allahu i madhëruar, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ata të cilët besuan dhe nuk e përlyen besimin e tyre me padrejtësi. Pastaj tha, merreni shokun tuaj, merreni vllajën tuaj, dhe e morën dhe e lanë, e bën gusël, dhe e parfumosën dhe e qefinosën, dhe e vendosën në varr, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu, pasi ishte ulur mbi anën e varrit, elhidu, pra bëni çarje anësore tek varri, dhe mos i bëni në mes, sepse lahdi është për ne dhe ajo çarja në mes është për të tjerët dhe shnesh. Pastaj tha, hadha mimman amila qalilan wa ujira kathiran. Ky është nga ata që punoi pak dhe u shpërblye shumë. Pra dham si shembull që njerëz të tillë i ka dhënë Allahu sukses që të shpërblehen me këtë shpërblim të madh. Dhe por lind pyetja, nëse nuk jemi të tillë dhe nëse shikojmë veten tonë që e kemi egzageruar, na kanë ikur në jetën tonë shumë gjëra që i kemi bërë gabim, atëherë si të veprojmë? Këtu do të përmendim një transmetim nga Hasan el-Basri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, i cili takoi një burr dhe i tha, "Kam tablugh min al-umr." Sa ke arritur nga jeta? Sa vjeç je? Qala ablughu 60 sana. Unë thot kam arritur 60 vjet. I thot, a e din thot që një njeri që ecën në rrugë dhe është gati të arrijë fundin e tij, thot. Dhe i thot ky burr, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. I thot, a e di ti kuptimin e kësaj fjale? Thot personi, cili është kuptimi i kësaj fjale? Inna lillah, ne jemi të Allahut robër. Wa inna ilayhi rajiun, dhe ne tek Allahu do të kthehemi. Dhe duke e ditur, thot, që ti tek Allahu je rob, dhe duke e ditur që ti tek ai do të kthehesh, atëherë dije se ai do të pyesi.
Dhe duke e ditur që ai do të pyesi, atëherë duhet të përgatitesh përgjigje. Personi i thot, atëherë si t'ja bëj? Çështja është thot e lehtë. Shikoni pra se si inkurajojnë njerëzit, nuk i fusin në pesimizëm. Çështja është e lehtë. Atëherë i thot, cila është kjo? Ahsin fima baqiya yughfar laka ma qad mada. Mundohu t'i bësh të mira dhe të veprat e mira në kohën që të ka mbetur, të falen ty ato që kanë kaluar. Nëse ti përpiqesh sot të bësh, qofse edhe një ditë ka mbetur nga jeta, të përmirësosh dhe të pendohesh dhe të arrish vepra të mira në pjesën që të ka mbetur, atëherë Allahu t'i fal ato që të ka kaluar. Dhe nëse ti bën të kundërtën, që i bën të këqija veprat në ato që të ka mbetur, do të merresh në përgjithësi edhe me të kaluar. Ky transmetim është shumë i dobishëm për rastin ton, prandaj e përmenda. Kjo ishte beslidhja e parë e Akabes dhe thamë që erdhën 12 veta, 10 nga Khazraj dhe 2 nga fisi Eus. Beslidhja e dytë u bë në vitin e 12 mas shpalljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe në këtë kohë Islami në Medinë u shtua dhe u bë i dukshëm, u përhap. Dhe në këtë kohë vinë muslimanët për të bërë haxhin dhe vinë bashkë me to edhe njerëz të tjerë jo besimtarë. Vinë si grup pra farefisi tyre. Dhe vinë dhe ishin rreth 73 burra dhe 2 gra. Pra në këtë beslidhje, që u bë po në Akabe, pra në vendin e hedhjes gurave, në xhamratin e madh, në ditët e mesit të shrikut, pra ato mbas Bajramit, pasi kryet haxhi pra, vinë 73 burra dhe 2 gra. Dhe fillimet e kësaj është hadithi i Xhabir ibn Abdillah, i cili thot që u mblodhën në Medinë besimtarët dhe po diskutonin dhe thot hatta mata natruku an-nabi sallallahu alaihi wasallam yutrat fi jibali Mekka wa yakhaf dhe thot deri kur thot do ta lëm pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të përzën në malet e Mekës të friksuar, deri kur do ta lëm. Dhe nisen ky numër i konsiderueshëm për të bërë beslidhjen e dytë të banorëve, të besimtarëve të Medinës. Dhe vinë pasi që tham edhe personat që ishin në fenë e Kurejshve. Dhe u takuan në këtë Akabe dhe i than, oj dërguari i Allahut, në bajuk, të japim besën ty. Dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jepni besën në dëgjim dhe në bindje kur jeni të lirshëm apo kur jeni në gjendje të ngushtë, në shpenzim kur jeni në bollik dhe në ngushtësi, në urdhërim për të mira, në ndalim nga e keqja,
dhe ta thoni për Allahun të vërtetën dhe mos ju kapi juve qortim i qortuesve dhe të më ndihmoni nëse vi në Jethrib, pra në Medinë, dhe të më pengoni pra ashtu siç pengoni veten tuaj, familjet e juaja, gratë e juaja dhe fëmijët e juaj, dhe nëse qoftë se e bëni këtë, tha, për ju është xheneti. Kjo ishte ajo për të cilën ata u betuan. Dhe në këtë ngjarje mori pjesë edhe xhaxhai i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, El Abbas ibn Abdul Muttalib. Dhe i pari që foli ishte Abbasi, pasi e thamë që mas vdekjes Ebu Talib, i cili e ndihmoi dhe e mbrojti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjatë gjithë jetës së vet, edhe farafisi tjetër i mbetur, megjithëse në këtë kohë Abasi nuk ishte musliman, u mundua ta mbrojë deri në momentet e fundit. Dhe duke qenë se banorët e Medinës shfaqën dëshirën për ta mbarë në mbrojtje, atëherë ai u tha atyre që ne deri tani e kemi mbrojtur të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe nëse ju këtë gjë do ta bëni, ta dini që duhet ta bëni me vendosmëri dhe ta bëni ashtu si duhet, se ndryshe jemi ne që e mbrojmë. Por ensarët, pra besimtarët e Medinës, ishin ata njerëz të cilët nuk e thynin besën dhe nuk ishin frikacak, por ishin me të vërtet besimtar të mirë që i zgjodhi Allahu i lartësuar dhe e mbrojtën të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Përpara se të kalojmë ke kjo, duhet ju them që gjatë rrugës që po vinin pra grupi i cili po vinte nga Medina për të bërë haxhin, drejtuesi i tyre ishte El Bara ibn Ma'rur, për nga besimtarët. Dhe gjatë rrugës i tha, unë mendoj diçka dhe nuk e di, do më jeni dakord edhe ju. I thot besimtarët. Unë mendoj, thot, që ne të drejtohemi kur të falemi, të drejtohemi nga Meka, nga Kabja, sepse nuk dua që t'i kthej shpinën Kabës dhe të drejtohem nga Palestina, pra nga Xhamia Aksa. Sahabët e tjerë thanë, ne nuk e kemi dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të drejtohet vetëm se nga Xhamia Aksa. Atë ky vazhdoi vetëm që të falet nga Meka dhe të tjerët u falshin në drejtim të kundërt nga Xhamia Aksa. Dhe Ka'b ibn Malik radiallahu anhu thot, kur arritën në Mekë, ky person i thot, hajde të shkojmë ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta pyesim, sepse unë u ndjeva ngushtë që juve ma kundërshtuat urdhrin tim, që unë u drejtova nga Meka dhe juve jo. Dhe dua që të shkoj të pyes dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur erdhën në aty, pyetën dikë, kush është Muhamedi alayhis salam, sepse ata nuk e njihnin. Atëherë ai thot, a e njihni Abbasin? Thon po. Atëherë kur gjeni Abbasin, atëherë keni gjetur dhe të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse ai gjithmonë shoqërohet me të. Dhe kur arritën në Mekë, e njohin Abbasin dhe afrohen aty. Japin selam dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thot Abbasit, xhaxhait vet, thot, a i njeh këta dy burra? Thot po. Ky thot,
i pari është El-Bara ibn Mahrur, që është i pari i fisit vet, dhe ky tjetri është Ka'b ibn Malik. Pejgamberi më thot, a poeti? A ti je poeti? Thot po. Dhe thot Ka'b ibn Malik, unë thot, akoma e kujtoj këtë fjalë, thot, që më ka thënë pejgamberi, dhe u gëzova me këtë fjalë. Dhe i thot që unë nuk kisha dëshirë, thot, që t'i ktheja shpinën Ka'bës, dhe jam falur në drejtim të Mekës. Atëherë pejgamberi sallallahu thot, unë nuk i thot, kad kuntu ala qibletin law saberta alejha, unë kam qenë i drejtuar në një kible, që është Xhamia Aksa. Sikur ti thot të doroje, thot, në këtë drejtim. Atëherë, edhe ai po ashtu kthehet dhe adhuron Allahun duke u kthyer nga Xhamia e Aksës, derisa Allahu Azza wa Jall kur vjen në Medinë i drejton besimtarët që të kthehen në drejtim të Ka'bës, por deri në atë kohë Allahu Azza wa Jall i kishte urdhëruar besimtarët të drejtoheshin drejt Xhamis Aksa. Dhe këtë idhëtarët e librit e kishin të shkruar në librat e tyre, që ky i dërguar që do të vi, do të jetë drejtuar fillimisht nga Xhamia Aksa, dhe më mbrapa do ta ndryshojë Allahu urdhrin dhe ata do të drejtohen drejt Ka'bës. Ky sahab ishte i pari që e bëri këtë veprim, por kur erdhi koha e vet, u kthyen të gjithë drejt Mekës. Pa kjo beslidhje që u bë beslidhja e dytë, dhe fjalët e mëdhaja që thanë sahabët dhe ensarët për të ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, u hap rruga për të bërë hijreti. Pra filloi mas kësaj beslidhje, fillon besimtarët të emigronin njëri mas tjetrit, sepse në këtë vend do të gjenin mbrojtje dhe do të gjenin rehatipa dhe do të ishin të lirshëm në zbatimin e fesë Allahut subhanahu wa taala. Pasi mbaroi kjo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhëroi që të kthehen në për vendet e tyre. Dikush për tyre tha jemi të gatshëm, nëse ti na urdhëron që neve t'i kundërvihemi mushrikëve idhujtarëve, ne e bëjmë. Tha pejgamberi, nuk jam urdhëruar për këtë. Në këtë moment, shejtani thret nga një vend i lartë aty afër Akabes, me zot lart, ja ahlal jabajib, o ju banor që jeni në këto çadrat e Minas, pa quhen xhabaj për to vendet. Halalakum fi mudhammam wa sabba'u ma'hu qad ijtama'u ala harbikum. Nuk e quajti me emrin e tij Muhammed, po e quajti me emër sharrës dhe ofendues, që është e kundërta. Fjala i lavdruar është e kundërta, përdor shejtani këtë. Thot, pra Muhamedi sallallahu dhe këta që kanë dalë nga feja, këta persona, janë bashkuar bashk në luftë kundra jush. Dhe sahabët shkojnë në përvendet e tyre, të tjerët ishin duke fletur gjumë, sepse nuk harrova me thënë, kjo ndodhi në 1/3 e natës, pasi ata u ruanin edhe nga kundërshtarët Kurejsh, po edhe nga idhujtarët e fisëve dhe nga fiset e tyre. Dhe pasi e dëgjuan mushrikët këtë gjë, shkojnë
tek vendet të cilat flinin fiset e ardhura nga Medina dhe i thonë atyre që kemi dëgjuar që ju doni të merrni njeriun ton për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe dilni kundra nesh. Nëse dilni kundra nesh, do ta keni keq punën. Por bëri Allahu i madhëruar që krerët e tyre idhujtar nuk e dinin për beslidhjen dhe u betuan përpara atyre duke i thënë që kjo gjë nuk ka ndodhur. Ne nuk kemi gisht në këtë punë. Derisa i besuan dhe i lanë qetë. Edhe besimtarët shikonin njëri tjetrin dhe nuk flisnin. Por e bëni Zoti i madhëruar që të mbyllet kjo situatë me kaq se mund të shkonte në vështirësi dhe në situatë të vështirë për besimtarët. Pra, edhe në këtë e kaluan këtë vështirësi e cila u nis prej shejtanit, i cili i thirri njerëzit dhe i lajmëroi për këtë beslidhje që bën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të parët njerëz që emigruan në Medinë, siç e tham, është Ebu Seleme dhe Ummu Seleme, të cilët kishin qenë në emigrim në Abisini dhe donin të emigronin për në Medinë. Në momentin që bëhen gati për të udhëtuar për të dalë, vjen farefisi i gruas, pra Ummu Seleme, dhe i thonë burrit vet, ti mund të bësh çfarë duash me veten tënde, por ne vajzën tonë nuk ta lëm që ti ta marrësh në Medinë. Dhe e pengojnë atë dhe djalin e saj të vogël. Dhe u detyrua Ebu Seleme të emigronte i vetëm për në Medinë. E merr vesh farefisi i burrit dhe vjen dhe thot nuk u alem djalin ta mbani ju sepse djali është i joni. Dhe bëhet një konflikt sa që të rriq njëri dhe të rriq tjetri, sa që u dëmtua krau fëmis. Megjithatë ja morën fëmin. Edhe kjo grua që më mbrapa u bë gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nëna e besimtarëve, pas vdekjes burrit të saj, ishte në gjendje të dëshpëruar një vit. Një vit ka ndetur pa burrin dhe ka ndetur pa fëmin. Derisa dikush nga farefisi e mëshiroi atë dhe e lejoi që të largohet bashkë me fëmin dhe i bashkohet burrit në Medinë si emigrant, pra si muhaxhir. Këta janë dy personat e parë që kanë emigruar nga Meka në Medinë. Allahu qoftë i kënaqur me këto sahabë dhe me gjithë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për vlerën e banorëve të Medinës që u quajtën më mbrapa Ansar, që Allahu subhanahu wa taala i quajti Ansar, siç e tham në mësimin e kaluar, që është Allahu që i ka emërtuar këta me këtë emër, ka shumë argumente dhe ne do të përmendim një ose dy nga Enes ibn Malik radiallahu anhu, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Muttafaqun alayh. Transmetohet nga Enesi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: shenja e besimit është dashuria për ansarët dhe shenja e dyftyrësisë është urrëtia për ansarët. Është te Buhariu dhe ke Muslimi. Hadithi tjetër nga Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu ka dëgjuar pejgamberin të thotë: El ansaru la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Ansarët janë ata që nuk i do askush përveç se besimtar dhe nuk i urren askush përveç se dyftyrësh, hipokrit. Faman ahabbahum ahabbahu Allah. Kush i do ata, Allahu e do ata.
Dhe kush i urren ata, Allahu e urren ata. Dhe ne dëshmojmë që i duam shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i duam muhaxhirinët dhe i duam ensarët dhe Allahu na bashkoft me ta. Në hadithi e Abu Hurajras thotë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, la yubghidu al-ansar rajulun mu'min billahi wal yawmil akhir. Nuk urren ansarët një person që beson Allahun dhe ditën e fundit. Dhe këto ishin paka shumë këto dy ngjarje, të cilat ishin pararendse të hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe mas kësaj, mas i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bëri 13 vjet në Mekë, u largua dhe emigroi në Medinë. Dhe ai ishte i fundit që emigroi, ose nga të fundit që emigruan, dhe sahabët e tjerë shkuan më përpara. Dhe do të përmendim mësimin e kaluar, hijretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kurthet të cilët i bën idhujtarët dhe plani i tyre për ta vrarë, dhe se si Allahu i madhëruar e mbrojti të dërguarin e tij dhe ja lehtësoi të emigronte në Medinë. Këto inshallah do t'i themi mësimin e kaluar, mësimin e ardhshëm. Allahu u shpërblet me të mira dhe na dhën sukses që të dëgjojmë më të mirën dhe ta zbatojmë atë. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.